Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Maqedonia e Veriut vijon përpjekjet për identifikimin e autorëve të zjarreve që përfshin vendin. Kryeministri Istraj Mickovski deklaroi se autoritetet kanë identifikuar rreth 20 persona. Sipas tij, ka tregues të fortë se këto veprime janë të organizuara dhe se pas tyre qëndrojnë qendra të fuqishme brenda dhe jashtë Maqedonisë së Veriut. Në rastin e zjarrit në Trubarev, 4 persona ndodhen në paraburgim, por jo për zjarrvënie direkte, por për rrezikim të ambientit përmes trajtimit të palishëm të mbeturinave. Merret ministri Toshkovski bëri të ditur se një pjesë të dyshuarve janë pjesë e një grupi të organizuar. Puna e gjykatës kushtetuese të Republikës Kosovës dhe roli i saj në ruajtjen e forcimin e sundimit të ligjit u paraqitën si çështjet kryesore të bisedimeve, të trajtuara nga kreu i kushtetueses Nexhmi Rexhepi me drejtorin për Europën Perëndimore dhe qendrore në Departamentin Amerikan të Shtetit Mark Fleming. Sipas njoftimit të gjykatës, nënvizohet se kryetari Rexhepi falenderoi Fleming për telefonatën dhe shpreu vlerësimin e tij për mbështetjen e vazhdueshme të qeverisë së Shtetit të Bashkuara të Amerikës për punën dhe pavarësinë institucionale të gjykatës. Drejt përfundimit mandati Altin Dumanit në krye të SPAK, Këshilli i Lartë i Prokurorisë shpalli vendin vakant për drejtues të prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Prokurorët do të kenë mundësi të aplikojnë për këtë funksion deri më 8 tetor të këtij viti. Procedura për drejtuesin e ri të SPAK nisi 3 muaj para mbarimit të mandatit aktual. Altin Dumanit i mbaron mandati më 18 tetor 2025. Relatori Sokol Stojani u shpreh se drejtuesi i prokurorisë posaçme zgjidhet nga radhët e prokurorëve të kësaj prokurorie me shumicën e anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë për 3 vjet pa të drejtë zgjedhje sipas ligjit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pozicionimi i Shqipërisë si një qendër e besueshme për industrinë e mbrojtjes, zinxhirët e furnizimit, lidhshmërinë dhe ndërveprimin ushtarak në të gjithë Europën juglindore dhe rajonin e Adriatikut është objektivi kryesor i Ministrisë së Mbrojtjes së Shqipërisë. Shqipëria po ecën me vendosmëri në të rrugë, duke rritur shpenzimet e mbrojtjes, duke rigjalluar bazat tonë industriale, duke investuar në infrastrukturë në përputhje me prioritetet e NATO-s dhe PS. Qëllimi ynë është ta pozicionojmë Shqipërinë si një qendër të besueshme për industrinë e mbrojtjes, zinxhirët e furnizimit, lidhshmërinë dhe ndërveprimin ushtarak, lëvizshmërinë ushtarake në të gjithë Europën juglindore dhe rajonin Adriatikut. Dhe në me rëndësi të pamohueshme strategjike për sigurinë atlantike. Piro Vengu, gjatë konferencës së 28 të shefave të shtabit përgjithshëm të kartës së Adriatikut të mbajtur në Tiranë, tha se për të mbetur të rëndësishëm dhe të besueshëm duhet të veprojmë me vendosmëri në 5 fusha kyçe. Rritja e burimeve financiare për buxhetet tona të mbrojtjes, nxjerrimi i industrisë së mbrojtjes dhe prodhimit ushtarak, të fitojmë aftësi vdekjeprurëse në përdorim të dyfisht për të modernizuar forcat tona të armatosura. Investimi në infrastrukturën kritike dhe kapacitetin e vendeve pritës për të përforcuar qëndrueshmërinë dhe forcimi i ndërveprimit me aleatët dhe partnerët përmes trajnimeve dhe operacioneve. Kancelari gjerman Friedrich Merz kërkoi nga Europa të mos lejojë Rusinë të përcaktojë kushtet e një marrëveshje paqe në Ukrainë, duke paralajmëruar se duke vepruar kështu, kjo vetëm sa do ta nxiste presidentin rus Vladimir Putin të kërkonte objektivin e tij të radhës. Putin i ka testuar limitet tona për një kohë të gjatë, ta Merz në Bundestag, ndërsa po i drejtoi ligjvënësve si pjesë e javës së buxhetit të shtetit. Ai saboton, spionon, vret dhe përpiqet të shqetësojë njerëzit, ai. Merz tha se kjo ishte e dukshme në Poloni javën e kaluar, kur dronët rus shkelen hapësirën ajrore të vendit dhe udhëzuan për herë të parë mbi territorin e saj. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.